Salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin profetin sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që dëgjoj këto ajetet e fundit të surës Al-Furqan, më rri pa ndejt pak të këto ajete. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Njerëzit e mirë dhe të zgjedhur të Allahut, njerëzit e mirë dhe të zgjedhurit e Allahut, të gjithë mëshirshmit, janë ata të cilët ecin në tokë me qetësi dhe butë. Nuk mund të jesh rob i Zotit dhe mendje madh. Nuk mund të jesh rob i zgjedhur i Zotit, se ti rob i Zotit je. Mund të jesh i zgjedhur i Allahut duke qenë mendje madh. Nuk mund të jesh i zgjedhur i Allahut duke qenë arrogant. Nuk mund të jesh i zgjedhur i Allahut duke qenë vagabond. Të zgjedhurit e Allahut janë ata të cilët kur ecin në tokë ecin me qetësi dhe butë. Edhe të ecmen të zgjedhurit e Allahut të kontrollojnë. Jo më veprimet e tjera që s'bëhet fjalë. Subhanallah. Madje kur ignorantët ju drejtohen me diçka, ata nuk i përgjigjen njësoj, edhe pse lejohet. Po si përgjigjen? Paqja qoftë mbi ju. Si përgjigjen fare? S'kan kohë më morë me ignorantët, me xhahilat. Jo po e marrë për dobësi, jo po se marrë për dobësi. Le ta morë për dobësi, s'ka problem. Le ta morë për dobësi. Ja vlen? Me u morë me xhahilin? Për i të gërvishme me hongër thikën, apo me ngull thikën? Ja vlen? Leje. Këtë drejt. Sa muhabete kanë shku në vrasje, vetëm se i është përgjigj apo nuk i është përgjigj. Kush je ti dhe kush jam unë? Ka iki jeta e robit, ja vleti? Si ja vleti? Iku jeta, dhiq burri ujë. Iku. Më vonë gjithë bëhen pishman. Kush ka atje ke sapuni, gjithë bëhen evlia, po punosh më shkosh dhe i ke sapuni atje. E që mos shkosh ke sapuni, për type gëlbazën, qojë në barg, i natin për type, baldurin, thuj sedan. Këtë drejt, mbalo, më falë. Nëse ti xhahilit i përgjigjesh në këtë formë, mund të reagoj xhahilit? Jo. Nëse ti fillon me kush je ti dhe kush jam unë, nga je ti dhe nga jam unë, sa peshon ti dhe sa peshoj unë, pastaj s'marron asnjëherë këtë muhabet. Xhahilijeti, ignoranca tërheq ignorancën, budallalliku tërheq budallallikun, edhe bëhen pastaj me kuintala dhe tonelat ignorancë dhe budallik. I zgjedhmi Allahut, i dashmi Allahut, nuk ka kohë më morë me këto muhabete. Ka synime shumë më të larta në jetë. Cili është synimi ti? Kënaqësia e Zotit në xheneti. S'ka vakti më morë me në petë pash, u fute, dola ti po dola unë. Ma gërvishe, s'ma gërvishe. Kujt i flet dhe si i thu, s'ka kohë. Sepse synon xhenetin. Sepse synon xhenetin. Ta japim një shembull nga jeta e kësaj bote. Duhet shkosh të marrësh një shpërblim i cili është 250.000 euro. Ke marrë i punë, biznes në sukses, ke shit diçka, edhe do të shkosh të marrësh 250.000 euro. Nëse gjatë rrugës duke shku me morë këtë 250.000 euro të shanë e njoni, ja varë fort? Shpo me morë të preta i miku atje, që të thullë shpirë me morë 250.000 euro. Na njoni ta gërvesh në makinën, ti jetu shku me morë 250.000 euro shimë. Ja varë fort këti muhabete, për jo? Se ja varë, se kepë. E regulloj, aty është.
E po pejgamberi a.s. ka thënë, unë i garantonoj një shtëpi në mes xhenetit atij që e lën debatin edhe nëse ka drejt. Të zgjedhurit dhe të dashurit të Allahut janë ata të cilët kur ecin në tokë, ecin me butësi dhe me qetësi, dhe nëse ju flasin ignorantët, ata u kthejnë me paqe dhe me mirësi. Të dashurit dhe të zgjedhurit të Allahut janë ata të cilët i kalojnë netët në sejdë dhe në qiyam, në lexim Kur'ani. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Ata të cilët vazhdimisht lutën dhe thonë: O Allah, largoje prej nesh nxehtësinë e zjarrit të xhehenemit, se nxehtësia e zjarrit të xhehenemit është e padurueshme. Kuptoni me çfarë jetojnë këta njerëz apo jo? Ku e kanë mendin këta njerëz? S'kan dhënë umër me gjëra të tjera. Natën e kalojnë me lutje dhe përgjërim, dhe i lutën Zotit, o Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit, është i padurueshëm. Dhe kanë drejt vallai. Ai që ka provuar ndonjëherë në jetën e kësaj bote zjarrin e qiririt, jo më shumë se qiriri. Ai që njëherë në jetën e kësaj bote ka provuar zjarrin e qiririt ose zjarrin e çakmakut, e di ç'do thotë xhenem. E di se ç'do thotë zjarri xhenem. Por kjo me sekonda dhe qindrat e sekondit është e padurueshme. Të zgjedhurit e Allahu thonë: o Zot, na e largo, srif, na e lë larg, sepse ai zjarr ka një nxehtësi të padurueshme. Pastaj s'është edhe? Po, sepse xhenemi është vendi më i keq që ekziston. Ai që e kupton, pastaj dhe ata të walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ata të cilët kur shpenzojnë, nuk shpërdorojnë, pas nuk tregojnë dorë shtrënguar, koprac, sarrafa, po janë të mesëm. Mjaftohen me aq sa është e nevojshme, me aq sa duhet, as se teprojnë, as nuk shtrëngohen. Kanë e bejnë dhalika qawama, gjejnë një të mesme. Walladhina, të zgjedhurit të dashurit të Allahut janë ata të cilët la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Nuk i lutën askujt tjetër përveç Allahut. Si mund të jesh i dashur i Allahut dhe i zgjedhur i tij dhe i lutesh vdeknit, i lutesh shtyrbes, i lutesh varrit, i lutesh shenjtorëve, i lutesh profetëve, i lutesh engjëjve, nuk mund të jesh i dashur i Allahut. Kriteri bazë për të qenë i dashur i Allahut është ti ke punë vetëm me Zotin, adhuron Zotin dhe ti lutesh askujt tjetër përveç tij. Të dashurit dhe të zgjedhurit e Allahut janë ata të cilët nuk i luten Zotit tjetër përveç Allahut, nuk vrasin askënd dhe nuk bëjnë adulterim, nuk bëjnë immoralitet. Sepse kush bie në një nga këto të treja, do ta ketë punën pisk. E dënimi në atë botë do t'i shumë fishohet, do t'i shtohet. Përveç atyre që u penduan, si të falë Zotin nëse i ke bo shok, po pendove të falë. Nëse ke vrarë dikë, laje gjakun e tij dhe pendohu. Nëse ke bërë adulteri, zina, pendohu mes teje dhe Allahut. E kush pendohet, bën vepra të mira, jo thjesht o Zot më fal, por masi o Zot më fal dhe pendimit, bën vepra të mira, që tregon se njeriu është rregulluar tamam.
vepra e mirë mas pendimit tregon se pendimi është bërë ashtu siç duhet. Të këtillëve, pra kush pendohet dhe bën një vepër të mirë mas pendimit, pra rregullon jetën e tij mas pendimit, Allahu jo vetëm që do t'ua falë gjunahet, po do t'ua kompensojë rëndesat e mëkateve në rëndesa sevapi dhe shpërblimi. Walladhina la yashhaduna az-zur, të zgjedhurit e dashurit e Allahut nuk bëhen dëshmitar të dëshmive të rreme dhe shpifjeve. Nuk dëshmojnë vetëm se të vërtetën. E kur kalojnë afër gjërave të kota, kalojnë me ballin lart. Nuk bëhen pjesë e budalliqeve, e hajvanliqeve, e tërbimeve, thoshte ai që bojë të pyetjen, s'bëhen pjesë të tërbimeve. Pse? S'merreni me gjëra të kota. Kush është gjë që duhet merreni? Zoti, adhurimi i Zotit, familja, edukimi i fëmijëve. Lodhja me çu halal ke shtëpia. O idha marru bil lagwi marru kirama. Dhe kur kalojnë pranë të kotës, e cila është gjithanej dhe kudo, marru kirama, kalojnë me ballin lart. Aty është krenaria, aty bën me qenë në një madh. Afër të kotës, afër të keqes, afër të tërbimit, aty lejohet me qenë me një madh dhe me ndjer krenar me mirësinë që të ka dhënë Zoti, me këtë islam, me këtë fe dhe me hec me ballin lart. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Të zgjedhurit dhe të dashurit e Allahut janë ata të cilët kur dikush I kujton me fakte dhe argumentat që vijnë nga Zoti ose I dërguari I Tij, nuk bëjnë sikur s'kan dëgjuar, nuk bëjnë sikur s'morën vesh, nuk bëjnë injorusin, po të gjënë me vëmendje dhe falenderojnë njeriu që I këshillon. I dashni I Zotit dhe I zgjedhur I Tij. Se po nuk qenë nga to, ku u bën e ti, sa kam unë në islam, ku u bën këta qerrat me, ne kemi 30 vjetë në islam mërjahu, vazhdo të me 30 vjetë në islam, dhe mos e prano këshillën, I rrejnë. Ma u ke 3 vjetë, ke 6 vjetë. Ti mund të kesh edhe 300 vjetë në islam, dhe vjen një zog I njom, ta merr në kthes, shkon Firdaus, edhe ti rria ke 300, ma unë ke 300, se të bën dobi 300. Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim, ata cilët kur kujtohet, kur dikush I përkujton me argumentat e Zotit, nuk mund të rinë të shurdhër dhe të verbër. Për çfarë? Ju çelen syt, ju hapën veshët dhe pranojnë këshillën. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ata të cilët vazhdimisht të zgjedhurit e të dashurit të Allahut, dhe ata të cilët vazhdimisht I lutet dhe thonë, o Zot, na jep, na I bëj bashkëshortet tona dhe fëmijët tanë dhurat dhe surprizë mirësie. Na kënaq o Zot me bashkëshortet dhe me fëmijët. E ç'është kënaqësia e njeriu në bashkëshortet dhe fëmijët është kur I sheh ata duke adhuruar Zotin. Kur I sheh ata që I ruan haramin. Kjo është kënaqësia. Kënaqësia e njeriu me gruan dhe me fëmijët është kur të jenë bashkë në xhenet. Waj'alna lil muttaqina imama, o Zot na bëj shembull për devotshmit. Se shembull për hujt e gardhit mund t'jesh për çdo kohë. Se ti ke I far namazi, ke I lloj, okay. Për laskarët mund t'jesh shembull
për hujt e gardhët mund të jesh shembull. Për të lodhurit, të traskapiturit mund të jesh shembull. Punë është të jesh shembull për ata që janë shembull të devotshmit, ti të bësh shembullit të devotshmëve. Që devotshmit kur të flasin me njëri tjetrin thonë e filani subhanallahu mashallah. Sa ata që janë devotshëm thonë e budalli. Qa budalli, vëllai, për Zotin, si vëllai rasti vëlla, nuk e shfrytëzoj, qa budalli. Ky është huni gardhët. Ky është laskari. Nërsa i devotshëm thotë subhanallahu vallai bravo i qoftë. Danoç valla, ju dha rasti, por nuk e mori parën haram. Ju dha rasti dhe nuk boni zina, vallai tisha unë ndoshta do sprovohesha. Ti këtu je shembull për njeriu e devotshëm. O Zot na bëj shembuj të mirë për njerëzit e përkushtuar. Se për zdromsat mund të jesh shembull edhe nëse vetë je jo keq. Mund bësh shembull, pra të zlatë, çfarë. Ti je lodhë i këputa të tomë, si jo është filone. Kur po mohabet në herë në një, nga këto më të lodhurit që mund të ekzistojnë, të lavdrojnë në njonin. Hej, se kemi dhe ne i shok, sa fare dhe i sa, o që vësëndari është e i? Kur merë veshti si kush është? O, Zot, për këtë thova këto. Për këto mund bësh shembull kollaj, është me problemi më. Ajeti të sfidon në lutje. O Allah, Zot, më bëj shembull për njerëzit e devotshëm, për përkushtuarit, kjo është sfida. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ulaika, po mirë, nëse këta o Zot që i përmendën ti kanë këto cilësi, dhe që kanë dashurit dhe zgjedhurit e tu, çfarë shpërblimi kanë? Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Të këtillët do të shpërblehen me suita në xhenet. Shembulli atyre që jetojnë në suitat e xhenetit në krahasim me xhenetlitë e thjeshtë është si shembulli i njerëzve që jetojnë në tokë dhe atyre që jetojnë në yje. Kështu do i shohin xhenetlitë e thjeshtë zotëruesit e suitave të xhenetit. Që kanë këto cilësi që ne i përmendim. Po pse? Bima sabr. Sepse kanë qenë shumë dushëm. Nuk mund të jetë njeriu me këto cilësi që ne përmendëm deri tani vetëm se ka i sabër dhe durim, vetmohim, vetë përmbajtje të fortë shumë. Normal o burë, se xheneti e vështu ishte shku gjithë në xhenet. Pashtu ishte shku gjithë Firdeus. Xheneti sa më lartë në gjithësh, aq më shumë ulet numri. Sa më lartë në gjithësh, aq më shumë ulet numri. Shkalla e fundit më e lartë e xhenetit janë profetët. S'ka më, vetëm profetët futën aty. E fundit fare Muhamedi alayhis salam. Poshtë Muhamedi alayhis salam profetët. Pastaj vin të tjerë. Çfarë ka nevojë? Ka nevojë për durim të madh. I vetëmi problem që ne e kemi me mangësi. Vetëmi e gjë që neve në mungon shumë. Allahu më dhënë durim. Në sabaru, u e laqaune fiha të hijjetën, o selama, e kur të futën në këto suita, sa herë hynë dhe dalin, gjoje, sa herë hynë dhe dalin përshëndeten me selama. Dërsa xhenetlit, selam ju i për vetëm kur hynë një herë. S'ka mu, vësa shpërndahen, në të knaqe dhe tjetër. Dërsa këta, që kanë suita, ta sa herë hynë dhe dalin, ju vjen një përshëndet. Selamu alaikum, selamu alaikum, gjithmonë me selam. Pastaj, ulma ja'be u bikum. Khalidine fiha, hasunet mustaqarrën o muqamën. Aty do t'jenë për gjithmonë, përjetësisht. Nuk ka vend më të mirë dhe më të bukur
dhe më të përzjedhur në xhenet sa ky vend që Allahu ka përgatitur për të dashurit dhe më të zgjedhurit e tij. Pastaj kulma ja bikum rabbil alamin. Thua jo Muhammed. Po dojtë Zoti do ju kishte dënuar të gjithë dhe pa përjashtim. Po është lutja juaj që ju mban, sepse ju keni bërë aktin më të rënd që është mosmirnjohja. Nuk bëhet fjalë këtu për besimtarët, këtu i drejtohet banorëve të Mekës dhe mohuesve. Ju thot Zoti mohuesve dhe idhujtarëve e të tjerëve të sojit të tyre, i thot gjo, ka pas momente në jetë që keni falendëruar Allahun, e Zoti pra ne nuk po ju dënon. Për emrave të Allahut është falendëruesi. Por ti e bën një të mirë, Zoti s'ta humb fort. Për këtë arsye, e pyet nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për njërin nga idhujtarët më bujar që mund të kishte qenë ndonjëherë në kohën e ignorancës, thot o pejgamberi i Zotit, kush po pyet? Cili është personi që po pyet? Aisha. O pejgamberi i Zotit i tha, çfarë do të bëjë Allahu ditën e Kiametit me Abdullah ibn Jada'an? Ky Abdullah ibn Jada'an kur ishte haxhi, çdo ditë perte 100 deve do shpërndaj të haxhive. Çdo ditë. Çfarë do të bëjë Allahu me Abdullah ibn Jada'anin? Tha pejgamberi selam, do ta fusin zjarr xhenem. Tha pejgamberi i Zotit, po mirësitë e tij në këtë botë. Tha ja ka dhënë Allahu në këtë botë, ja ka kthyr Zoti këtu. Tha pejgamberi i Zotit, po pse? Tha se s'ka besu se do dali ditë përpara Zotit. Ka mohu se do dali para Zotit, e Zoti ja ka shumëzuar me zerë të gjitha. Ama ja shpërbleu këtu në këtë botë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë hadithin tjetër, një jo besimtari që bën të mira, Zoti ja kthen në shnet, në furnizim, në pije, në të ngrënë, në veshje dhe në mbathje në këtë botë. Po pse? Ka thonë që mos gjej gjë në botën tjetër. Pra nëse ai në botën tjetër do thotë o Zot po unë kam botë, e thotë Zoti kam dhënë shnetin. O Zot po unë kam botë, kam dhënë thotë Zoti këtë. O thotë po Zot unë kam botë, edhe ky del jek në botën tjetër, s'ka çfarë më marr në botën tjetër. Nëse besimtari, po pejgamberi selam, e shpërblen thotë Allahu në botën tjetër, pa dyshim, po edhe në jetën e kësaj bote e ka dhurat plus kusur. Çfarë merr besimtari në këtë botë e ka kusur, se shpërblimin e vërtet do ta marrë në botën tjetër. Po t'ishte se Zoti do t'ju trajtonte si që jeni ju do të ishte dënuar me kohë, ju thot Zoti, jo besimtarëve. Po, ato të mira të vogla që ju bëni nuk u humb Zoti, e si pasojë ju lënë në këtë botë që t'jetoni, e të sprovoheni, për ju është shans që të ndroni rrugë, ndërsa tek ne dihet se kush do të përfundojë si udhëzuar apo i humbur. Këto ishin ajetet e surës Al-Furqan që sa herë i dëgjoj, është që tjetër, sa herë, jo vetëm unë, po çdo një që i dëgjon përjeton momente shumë interesante. Në Zotin e Madh na bëjnë nga të dashurit dhe të zgjedhurit e tij. Amin. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.